sepse po t'i hapish kapakun t'i ujë, ky kundërmon ujë prroj. Disa muaj pas denoncimeve masive për erën e rënd të ujit Lajthisa, problemi ka ershëm duke se është rishfaqur përsëri. Këtë herë, një qytetar që jeton në New York ka kontaktuar me redaksin ton ku nda shqetësimin e tij për këtë problem. Në një video të dërguar në redaksin ton, qytetari thotë se uji duke sikur është ujë proj dhe jo ujë burimi. Shpresoj që kjo video t'ju jap një mesazh të qartë atyre që e prodhojnë dhe atyre që ambalazhojnë. Ne nuk jemi ignorant, pavarësisht se jetojmë jashtë. E blim këtë ujë se në rast të parë dim se nga vjen ky ujë. Jam adhetar dhe dua të ndihmoj sadopak ata që vijnë nga vendi im dhe mundohen të përfitojnë nga ky skandal. Ky ujë Lajthisa prodhohet nga një ujë i jashtëzakonshëm, shumë i mirë, ndaj edhe e blej përveç faktit se jam shqiptar, por që të abuzohet në këtë lloj mënyre, që ne të pim ujë kanalesh, sepse po t'i hapish kapakun këtij ujë të kundërmon. Dhe as ujë proi, aq më keq ujë pisët, ujë i maleve nuk më erë në asnjë lloj bidoni. Po le të shkoj ky mesazh atyre prodhuesve dhe ambalazhuesve të këtij uji, se është një turp që bëni me konsumatorët, thot shqiptari ndër të tjera. Disa muaj më parë, me 10 denoncime mbritën në redaksin tonë për cilësinë skandaloze të ujit Lajthisa, pasi qytetarët raportonin për një aromë të rëndë që kishte produkti. Aso kohë, qytetarët vunë në mëdyshje faktin nëse do të vazhdonin të blinin më të njëjtin produkt apo jo.